5 prej 7 antarëve të bordit drejtues të fondit të kursimeve pensionale të Kosovës u skadoi mandati në fund të muajit tetor, ndërsa një antari profesional i kishte skaduar mandati me 23 janar 2015. Komisioni përzgjedhës i ka dërguar Kuvendit të Kosovës emrat e kandidatëve për emërim për 5 pozita të përzgjedhur nga konkursi i hapur sipas kërkesave ligjore. Si rezultat, bordi drejtues aktualisht ka në përbërje vetëm një antar me mandat dhe ky është Flamur Keqa. Zotër Keqa, aktuale në Trust është bordi. Gjithsesi informacionet tregojnë se bordi tani ka mbet jo komplet për shkak se ka skaduar mandati i disa antarëve të bordit, ndërkohë ende nuk është kompletuar. Po keni të drejtë, dhe ju falenderoj fillimisht për interesimin që keni shpresoj për këtë trusit pensional. Përndryshe bordi drejtues i trusit pensional, që nga 30 tetori këtij viti ka mbet vetëm një antar, ku ai antar jamon domethënë. Edhe pse procedurat për përzgjedhjen e bordit drejtues kanë filluar qysh më herët, megjithatë Komisioni Përzgjedhës e ka bërë përzgjedhjen e kandidatëve potencial, të cilët do duhet të emëroheshin nga Kuvendi i Kosovës, dhe këta emra apo kandidat Komisioni Përzgjedhës i ka dërguar në Kuvendin e Kosovës, mirë po duke ditë situatën momentale rreth Kuvendit dhe situatën politike që po zotron në Kosovë, Kuvendi i Kosovës ende nuk ka arritur që të debatojë lidhur me kandidatët potencial për antarë të rinj të bordit drejtues të trusit pensional. Me siguri që mungesa e bordit drejtues apo antarëve tjerë është një mungesë e madhe për trusin pensional, sepse dihet mirëfilli që vendimet kapitale në trusin pensional mirën nga ana e bordit drejtues të trusit. Për me qenë funksional, bordi drejtues duhet të ketë së paku 5 antarë aktiv, të cilët do ta përbëjshin domethënë kvorumin e bordit drejtues, dhe me që rast bordi drejtues do të kishte mundësi ligjore që të vendoste për raste të caktuara. Përgjegjësitë e bordit drejtues janë jashtëzakonisht të mëdha në trusin pensional, duke filluar nga përzgjedhja e asset menaxherëve, të cilët merren me menaxhimin e mjeteve të kontributëve pensional, menaxhues të mjeteve të cilët këto mjete domethënë i investojnë për tregje të ndryshme ndërkombëtare financiare, prej të cilës gjenerohen normalisht edhe fitime të caktuara. Bordi po ashtu është domethënë përgjegjës për vendimmarrje me rastin e investimit të kontributeve pensionale në botën e jashtme, po edhe në Kosovë. Bordi drejtues ka edhe ingerenca tjera për të aprovuar buxhetin e trusit pensional, pastaj të komunikojë me asset menaxherët, të komunikojë me Bankën Qendrore dhe domethënë këto mundësi apo këto përgjegjësi me mungesën e bordit domethënë janë të stërkequra. Kështu që mendoj që është një nevojë imediate që bordi drejtues domethënë varësisht nga domethënë ecuria e ngjarjeve në Kuvend, që ky bord të zgjidhet sa më shpejt që është e mundur. Megjithatë, edhe bordi i kaluar ka marrë disa masa në periudhën e fundit të ekzistimit, duke komunikuar me asset menaxherët e tjerë dhe duke parë mundësinë se çka mund të bëjë në mënyrë që të delegojë disa nga përgjegjësitë e bordit tek antari vetëm i bordit, por edhe tek menaxhmenti. Domethënë, së paku mos të ndalet e tërë veprimtari ose i tërë funksionimi i trustit së paku me disa delegime tek ju si antari vetëm aktualisht. Ashtu domethënë në takimin e fundit të bordit drejtues është menduar dhe është planifikuar që disa nga ingerencat e bordit drejtues të delegohen tek personi i vetëm i mbetur i bordit dhe tek menaxhmenti, kështu që esenca ka qenë që domethënë punët e përditshme apo aktivitetet teknike të bordit drejtues mos të ngecin për shkak të mungesës së bordit. Po tani ta zbërthejmë edhe pak çështjen e përzgjedhjes së antarëve të bordit, nga delegohen ata ose kush i propozon ata, antar të arshëm natyrisht ose që kanë qenë? Po realisht përzgjedhja antarëve të bordit shkon nëpërmes procedurës së konkursit publik,
ku kanë të drejtë të aplikojnë secili individ, secili person, i cili i plotëson kriteret të cilat janë shpallur me konkurs. Dhe më thonë, secili individ i cili e ndihen veten që ka kapacitet profesional për me kontribu për mbarvajtjen dhe ngritjen e performancës të trusit pensional, ka të drejtë të aplikojnë në këtë konkurs, ku janë normalisht disa kritere të paracaktuara dhe pasi që ata kandidat konkurrojnë, atëherë me legislacion është e parapam ekzistenca një farë komisioni përzgjedhës, një komision përzgjedhës i cili në përbërje të vetë ka guvernatorin e Bankës Qendrore të Kosovës, në përbërje ka Ministrin e Financave dhe po ashtu antari treti i këtij komisioni është auditori i përgjithshëm i Kosovës. Kjo fazë ka kalu? Kjo fazë do të thonë është kalu dhe personat të cilët janë përzgjedhur, do të thonë janë rekomanduar në Kuvendin e Kosovës, do të thonë ekzistojnë emra të cilat do të thonë janë të njohur për komisionin përzgjedhje, por me siguri edhe për Kuvendin, të cilët janë ata kandidatë të cilët janë rekomanduar për që të emërohen si antar të bordit në periudhën e ardhshme. Instrument se çështja kryesore tani në funksionimin e bordit janë mjetet me të cilat disponon bordi dhe tani a mund të ketë ndonjë problem së paku rreth menaxhimit të këtyre mjeteve që janë në institucionet ndërkombëtare, institucionet financiare, së paku menaxhimi i tyre me mungesën e bordit? Unë e përmenda dhe më herët që vendimet kapitale, sa i përket investimit të mjeteve të kontribuzëve pensional, merren nga ana e antarëve të bordit drejtues për kasë bordit drejtues. Ne në mbledhjen e fundit së bashku me bordin drejtues të vjetër, kemi marrë disa vendime që disa mjete të kontribuzëve pensional, të cilat akumulohen dhe grumbullohen gjatë tyre muajve të fundit të këtij viti, mund të investohen në letrat me vlerë të cilat i emiton Qeveria e Kosovës. Dhe në këtë drejtim, besoj që kemi bërë një punë të mirë me bordin, domethënë e kaluar. Mirë po, problemi paraqitet tek mjetet e akumuluara pas në fund të dhjetorit, apo pas dhjetorit të këtij viti. Sepse unë si individ, apo si një antari vetëm i bordit, po edhe menaxhmenti nuk kemi ingerenca që të vendosim për investimet e këtyre mjeteve të akumuluara, domethënë në këtë periudhën interime, në tregjet e jashtme ndërkombëtare financiare, po e kemi të ndaluar realisht edhe rialokimin e këtyre mjeteve, sepse ne bëjmë analiza, domethënë, sa i përket investimit të mjeteve të kontribuzëve pensional, dhe këto analiza zakonisht bëhen nëpërmes komitetit të investimeve, apo njëri prej komiteteve të bordit drejtues, i cili analizon situatat në treg, analizon informatat nga asset menaxherët, dhe në bazë të këtyre informatave, atë në rastet të caktuara përpos investimeve të reja që i bëjmë në tregjet financiare, parashihet edhe mundësia e rialokimit të mjeteve. Domethënë, nuk jemi të kënaqur me performancën e një asset menaxheri, edhe mjetet për atij asset menaxheri ose në tërësi ose pjesërisht i marrim edhe i rialokojmë tek një asset tjetër menaxher, i cili tregon një performancë më të mirë. Në këtë situatë këto mundësi janë të eliminuara, nuk keni këto mundësi, domethënë mbas domethënë për momentin këto vendime kapitale, këto mundësi të investimit apo të rialokimit të mjeteve, nëse shihet që është domosdoshme apo e nevojshme, dhe do të jetë nevojshme pas një kohe të caktuar, atëherë kjo mundësi është domethënë jo ekzistente. Mund të flasim në mënyrë hipotetike se çka mund të ndodhë, cilat pasojë, sepse një situatë e ngjashme ka qenë edhe vitin 2008. Po çka mund të ndodhë? Domethënë mjetet e akumuluara, sepse qëllimi dhe objektivi i bordit drejtues të trusit pensional i ka 4 parime në filozofinë e saj investuese. Parimi i parë është siguria e mjeteve. Domethënë duhet të kujdesemi që këto mjete që investohen jashtë ose brenda Kosovës të jenë të sigurta. Kjo është parimi i parë. Parimi i dytë është parimi i diversifikimit të mjeteve të kontribuzëve pensional. Domethënë të kryhet shpërndarja në sa më shumë emetues të mjeteve, në mënyrë që të minimizojmë rrezikun eventual për këto mjete. Pastaj është parimi i tretë, i cili është maksimalizimi i fitimit të këtyre mjeteve
në ndërlidhje me sigurinë e mjeteve. Do të thonë nuk mundet me u pa shkoqitur nga siguria e mjeteve dhe parimi i katërt është parimi i adekuatshmërisë së likuiditetit. Do të thonë këto analizohen dhe pastaj do të thonë i propozohen nëpërmes Komisionit të Investimeve që përmend dhe i propozohen apo i rekomandohet bordit drejtues se si të veprojë. Kjo do të thotë që nëse bordi nuk kompletohet deri në fund të dhjetorit, të gjitha këto parime që i përmendet, siguria, disperziteti edhe këto tjerat rrezikohen. Po, siguria e tyre mjeteve nuk rrezikohet realisht. Po rrezikohet mundësia, sidomos parimi i tretë, parimi i maksimalizimit të fitimit. Sepse tha qëllim është maksimalizimi i këtyre mjeteve të kontributeve pensionale. Dhe në këtë mënyrë, nëse ne akumulojmë mjetet dhe ato qëndrojnë pezull në bankën qendrore dhe nuk gjenerojnë kurfar fitimi apo kthimi në këto mjete, atëherë do të thonë edhe kur e kalkulojmë edhe inflacionin, i cili do të thonë mund të gërryjë këto mjete, ja humb vlerën financiare të këtyre mjeteve, atëherë ky do të ishte domi më i madh. Do të thonë pamundësia e investimit të këtyre mjeteve në tregjen ndërkombëtare dhe realizimi i një kthimi mundësisht maksimal dhe dëmtimi apo humbja e vlerës monetare të këtyre mjeteve të akumuluara nga inflacioni i cili do të ketë ndikim direkt në këto. Pra, nga kjo del që sa më parë që të zgjidhet çështja e bordit edhe funksionalizimi i vetë mjeteve i bordit edhe të gjitha atyre funksioneve ose parimeve që i thatë do të jenë mirësardhë. Po, normalisht sa më shpejt që të krijohet bordi, do të thonë atëherë edhe mundësitë që trusti pensionar të funksionojë në mënyrë sa më të mirë të mundshme janë më të mëdha. Sipas shënimeve që disponojmë në faqen zyrtare, të themi, të bordit janë afro 200.000 kontribut pagues aktiv të fondit. Po si është gjendja, vlera e poenve të themi apo të pikë ose të aksionet aktualisht. Realisht një përmirësim janë dikon parapërsisht 287.000 kontribues aktiv. Dhe nëse e shohim se për vitin 2014 ne kemi dhënë dhona, domethënë është botu dhe raporti vjetor i trusit pensional dhe viti 2014 ka qenë performancë mjaft e mirë, domethënë ka qenë mbi 6% kthimi në këto mjete dhe besoj që të gjithë kontribuesit pensionar duhet të jenë të kënaqur me performancën e cila është realizuar gjatë vitit 2014. Mirë po, gjatë vitit 2015 në përtregjet financiare ndërkombëtare ka pas sfida të lloj-llojshme. Edhe ka pas fluktuime të vlerës së aksioneve, po njëherë edhe vlerës të letrave me vlerë të qeverive të ndryshme. Dhe këto, domethënë fluktuime, apo këto ndikime kanë ardhur nga një varg faktorësh, faktor makroekonomik, po edhe politik. Në këtë kuadër mund të përmendim gjendjen që ka ndodhur në Kinë, pastaj sankcionet të cilat vendos ndaj Rusisë, të cilat domethënë normalisht në mënyrë direkte apo indirekte kanë ndikim në performancën e tregjeve financiare. Kështu që po edhe nëse e krahasojmë, sepse periudha më kritike e këtyre mjeteve gjatë vitit 2015 ka qenë periudha gusht-shtator. Domethënë, është ky 2 mujore kur tregjet financiare kanë pas një performancë jashtëzakonisht të keqe. Dhe domethënë indikatorët e performancës kanë qenë negativ edhe për tregjet e aksioneve të menjora ndërkombëtare, siç është Dow Jones, siç është S&P 500, siç është dhe disa domethënë tregje tjera të aksioneve. Mirë po nëse i krahasojmë tash performancën e këtyre tregjeve të aksioneve, Dow Jones, S&P 500 dhe tjera, dhe krahasojmë me performancën e trusit pensional, dalim të një rezultat kur trusi pensional megjithatë ka pas një performancë më të mirë se këto tregje të aksioneve. Çka do të thonë kjo? Do të thonë që bordi drejtues i trusit pensional ka zhvilluar dhe ka implementuar një politikë të investimeve shumë të kujdesshme. Do të thonë bazë aty në 4 parimeve. Do të thonë strategjia e investimit ka qenë e qelluar, sepse kur po e përmeni periudhën 2 mujore,
përfshi, domethënë muajin gusht dhe shtator, kur ka pas performancë të keqe tregjet financiare ndërkombëtare dhe ka pas rënje të çmimeve të aksioneve, atëherë normalisht që edhe ne si bord jemi shqetësuar, edhe e kem ngrit apo e kem shtu komunikimin me asset menaxherët. Kem kërkuar nga ata informata më të shpeshta dhe kem pasur takime më të shpeshta me ta. Në mënyrë që të kem informata nga dora e parë se si po funksionojnë tregjet, a janë duke u përmirësuar apo jo. Si është reflektuar kjo? Domethënë, në bazë këtyre takimeve dhe informatave shtesë që kem pas me këta asset menaxher, por dhe me analiza të tjera të cilat janë bërë, kem marrë në përfundim që strategjia deri tashme, e cila është adoptuar nga bordi drejtues i trusit pensional, nuk ka nevojë për ndonjë ndryshim kapital. Kështu që domethënë ju kemi përmbajt strategjisë ekzistuese të investimit të mjeteve në klasë të aseteve, në vende gjeografike dhe në sektor të caktuar industrial. Dhe kjo në fund të fundit domethënë ka rezultuar me një rezultat prej dikon afër 40 milion kthem pozitiv deri në këtë periudhë. Aktualisht sa është vlera e një aksioni? Vlera e një aksioni është dikon 1.33 euro, që krahasuar me fundvitin e 2014, kur ka qenë 1.29 parafërsisht, domethënë tregon që vlera e aksionit është rrit për dikon 3%. Është një informat e mirë për Besoj se unë jam një prej atyre kontribuesve ku ky lajm do të më gëzonte edhe mua apo e kundërtërisht do të më shqetësonte edhe mua, kështu që besoj që ky është lajm i mirë për kontribuesit pensional, sidomos po them, duke analizuar rrethonat të cilat kanë qenë prezent në tregjet financiare ndërkombëtare, ku domethënë normalisht janë të investuara edhe mjetet e kontribuesve pensional të Kosovës. Kur bëhet fjalë për investimet e këtyre mjeteve, ku po investohen të gjitha ato, shpesh është përmend mundësia për nevoja e një investimi më të madh të këtyre mjeteve në vend. Në tetor keni pas një të themi një dinamik më të madhe të blerjes së letrave me vlerë nga qeveria. Po realisht kjo politikë e investimeve të cilën e përmend, të cilë është domethënë adoptuar nga dhe të cilës i përmbahet bordi drejtues i trusit pensional, e ka bazën tek legjislacioni që rregullon funksionimin e pensioneve. Domethënë ekzistojnë dy ligje bazike, është ligji për Bankën Qendrore të Kosovës dhe ligji për Fondin Pensional të Kosovës, i cili i rregullon çështjen e investimeve të këtyre mjeteve në botën e jashtme, po edhe në vend. Me këtë ligj, domethënë është rregulluar që dikon deri në 30% të këtyre mjeteve të kontribuesve pensional mund të investohen në letrat të jemi më specifik, më korrekt, në letrat me vlerë të emituar nga qeveria e Kosovës. Dhe na këse ju kemi përmbajt maksimalisht. Domethënë çdo ankand të cilën e ka shpall Ministria e Financave, përkatësisht Banka Qendrore e Republikës së Kosovës, ne kemi qenë pjesëmarrës në këto ankande dhe besoj në shumicën e rasteve, në përqindje më të madhe, kemi fituar, domethënë kemi letrat të vlerë që janë emituar nga qeveria e Kosovës dhe në këtë formë kemi kontribuar edhe për, domethënë, në aspektin vendor. Ndërkaq pjesa tjetër është e investuar në tregjet ndërkombëtare, siç e thash në mënyrë indirekte, sepse legjislacioni që besoj që është në rregull, çdo legjislacion kur ka të bëjë me rregullimin e institucioneve financiare, i përcakton disa kufi apo limit të cilat bazohen në rreziqet potenciale me përtregje. Në këtë drejtim, domethënë edhe legjislacioni ka bërë disa kufizime sa i përket investimit qoftë në vend, qoftë investimit në tregje ndërkombëtare financiare, apo edhe në mënyrë specifike ka limite dhe kufizime sa i përket investimit vetëm në aksione, apo vetëm në letra me vlerë qeveritare, kështu që kjo është e mirë domethënë për me menaxhu rrezikun sa i përket këtyre mjeteve investime. Kështu që po them ne kemi qenë domethënë përgjegjës në këtë drejtim, në farë forme edhe kemi përkrahur qeverinë e Kosovës duke blerë domethënë mjete, sepse tregu i kapitalit është në tregjiri në Kosovë
sidomos ky tregu primar dhe kryesisht jo, po të gjithë aktorët pjesëmarrës në këto ankonde janë trusti pensional, po dhe bankat komerciale, të cilat domethënë blejnë mjete përkatësisht letat me vlerë të emituara nga qeveria. Kështu që në këtë aspekt unë besoj që kemi bërë një punë të mirë, edhe në aspektin vendor, edhe në investimet në letat me vlerë të qeverisë, mirë po puna e mirë ka qenë edhe në investimet në tregjet e jashtme ndërkombëtare. Pse po them mirë? Sepse vetë rezultati, domethënë vetë performanca, po tregon që domethënë investimet të cilat janë kryer dhe vendimet të cilat janë marrë nga bordi drejtues kanë qenë vendime pozitive dhe kanë qenë produktive. Dhe kjo po shihet në rezultatin të cilën domethënë e përmenda më herët ku dikon kthimi në këto mjete është afër 40 milionë euro. Si vjet ka pas një lëvizje të kontribut paguesve aktiv. Është numri shumë i madh i atyre kontribuesve të regjistruar, po përgjys diku po është rrit domethënë edhe numri i kontribuesve, domethënë jo aktiv, po edhe numri i kontribuesve aktiv, vjet nëse s'gaboj ka qenë afër 280.000, tani me 31 tetor numri i kontribuesve aktiv është diku 287.000, domethënë ka pas një impakt pozitiv, ka pas një ngritje që është e mirë, domethënë sepse kjo tregon që të punësuarit në sektorin edhe publik, po sidomos në atë privat, lajmërohen, paraqiten nga punëdhënësit e tyre, që tregon që ndërgjegjja dhe përgjegjësia e punëdhënësve përkatësisht të bizneseve po ngritet dhe ata punëtorët e vet po i paraqesin, domethënë në mënyrë zyrtare si punëtorë të cilët punojnë për ata punëdhënës dhe për të cilët domethënë punëdhënësi është me ligj i detyruar që të kontribuojë me 5% nga paga bruto për paga e punëtorit, që kjo është e detyrueshme, mirë po domethënë ky kontribut mund të shkojë edhe plus 10%, domethënë që në tërësi apo në total punëdhënësi të kontribuojë për punonjësit e vet me diku deri në 15% të pagës bruto. Po them bien këto elemente të mira janë pozitive, edhe unë shpresoj që me një politikë dhe me një strategji pak më të vëmendshme, me një strategji më prudenciale, me njerëz të cilët janë profesional dhe domethënë shërbejnë në trust në të mirë të kontribuesve pensional, atëherë besoj që domethënë edhe në të ardhmen do të ketë një perspektivë të ndryshme. Përndryshe sa i përket investimeve, ne si bord gjithmonë kemi tentuar që ta respektojmë legjislacionin dhe në drejtim do të punojmë edhe në perspektivë, domethënë me qëllim final që mjetet e kontribuesve pensional të reflektojnë një kthim sa më pozitiv. Mirë po kthehemi pyetjes së parë. Çështja e bordit, nëse nuk zgjidhet shumë çka mund të sjellë çrregullim të themi, të mbarvajtjes ose synimeve. Realisht bordi nuk është zgjedhur me kohë, se është dashur zgjedhur para 30 tetorit, nëse shohim kohën dhe procedurat. Duhet ta kemi parasysh që trusti pensional është një prej institucioneve publike më të rëndësishme, sepse disponon me një shumë të mjeteve prej mbi 1,2 miliardë. Dhe në këtë drejtim, rëndësia edhe bordit drejtues, domethënë rritet. Kështu që unë po shpresoj që emërimi i bordit të ri drejtues të bëhet sa më shpejt. Po them meta kryesore që do të prek edhe mjetet e kontribuesve pensional do të jetë pamundësia e investimit të mjeteve të cilat akumulohen nga mjetet mujore të kontribuesve pensional. Dhe apo, ma mirë them, pamundësia që unë si andari vetëm i bordit, apo edhe menaxhimenti së bashku, të vendosëm për një realikim nëse shohim rreziqe apo nëse shohim që ka ndonjë performancë ku një asset menaxher performon më mirë se tjetri, apo ku rrezikshmëria aty në mjetet të një asset menaxher është më e vogël se tek asset menaxheri tjetër, atëherë edhe ky realokim i mjeteve domethënë pamundsuar, kështu që domethënë këto do të ishin ato efektet negative nëse bordi drejtues nuk do të konstituohet në mënyrë sa më të shpejtë.
ndershëm.